Me rastin e 36 vjetorit të kuvendit historik më i madhi i shqiptarëve, komuna e Deçanit, bashkë me këshillin e fshatit, bashkëpunim me këshillin e fshatit Llukapër, me ka organizu disa aktivitete, të cilat kanë filluar me homazhe dhe nderime për dëshmorët edhe martyrët e fshatit, për me vazhdu pastaj te zbulimi i pllakës përkujtimore ku ka qenë vendosur shtabi i ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë luftës lirimtare, pikërisht në fshatin Llukapër, te vendi i quajtur Mejtepi Tahir Efendi Llukës, i cili tash i shërben si xhami e fshatit. Shaj simbolike, në fshat ka vendosur për me u ndërtu një odë tipike shqiptare, e cila do të jetë më shumë se sa një monument për rutinën e zakonshme të aktiviteteve, por do të jetë edhe për aktivitete të tjera të cilat kanë të bëjnë me edhe në aspektin kombëtar edhe në aspektin historik edhe tjetër. Besojmë që mas lartë dikun ka shtatori pritet që të përfundojnë punimet ta. Nëse vazhdojnë me dinamikin që e kemë para pa për mu krye. Këtë e ka ndërtue një dietar, një shkencëtar i njohur, bashkëvendas i Joni, Tahir Efendi Lluka, edhe si objekt u ka qëndru, u ka bo ballë gjitha fortunat që kanë ekzistu, edhe e kemi mirëmajt, bilisht tash kohëve të fundit, e kemi bo me restaurimin e tij komplet. Po, kjo nuk ka shërby edhe si, me thonë si mësojtor, po kjo ka shërby edhe për çka ka pas nevojë fshati, o konë si qendër